Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wa afdalu salati wa tamu taslimi ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulu Allahu ta'ala fi muhkami kitabihi al-aziz بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Falënderimet tona gjithmonë I takojnë krijuesit të gjithësisë Allahu xhalla shanuhu. Përshëndetjet tona ja dërgojmë Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Lusë Allahu xhalla shanuhu që të qëndrojmë në këtë jetë në rrugën e Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të jetojmë me këtë Kur'an edhe të dorëzojmë shpirtin me iman. Kjo do të jetë kënaqësia e vërtet për çdo një musliman. Prandaj të nderuar, siç e dini se në muaj e Rexheb është shënuar dhe një ngjarje e rëndësishme për vetë Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e cila ngjarje është e njohur me emrin El-Isra dhe El-Mi'raj. Udhëtimi I Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam prej Mesgjidil Haramit, Ka'bës, deri në Mesgjidil Aqsa në Quds. Pra, ky udhëtim është I shënuar në Kur'anin Azimushan, që është udhëtim horizontal që ka udhëtuar Hazreti Muhammedi alayhi salatu wassalam. Pastaj ngritja e Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam prej Mesgjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, kjo ishte një mrekulli tret për zdreti për Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, para se neve të shpjegojmë dhe të komentojmë këtë ajet kuranor, një përshkrim të vogël duhet të bëj këtu në mesin tuaj, që vetëm për të ditur se kur ndodhi kjo Isra dhe kjo Miraj. Israja dhe Miraji I ndodhen Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam një vit para hijretit, një vit para shpërnguljes se të vinte për në Medinë e Munevvere. Kur Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte në një gjendje shumë të vështirë, pasi kishte vdekur Agja I tij që e mbështeti shumë Ebu Talibi, pas vdekjes së shoqes së tij Hatixha, e cila gjithmonë e përkrahi dhe e mbështeti dhe e para ishte që e besoi. Dhe me këtë vdekje Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u dëshpërua shumë tepër. Po megjithse dëshpërimi, asesi Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam nuk e largoi nga drejtimi I tij, nga rruga e tij, nga misioni I tij, nga obligimi që kishte marrë prej anës së Allahu xhalla shanuhu. Dhe këtu të nderuar, duhet vetëm t'ju përkujtoj prej në fillim se njerëzit të cilët e shohin realitetin nga e vërteta nuk I largon kur gjo. As dhimbjet, as pengesat, as hallet, as derdhet, as smundtia nuk I largon nga bindja e tij që kanë. Dhe këtu vetëm do t'ju përkujtoj se Hazreti Muhammedi alayhi salatu wassalam, gjitha ato heka që hoqi, gjitha ata vështirësi që pati, në vetmi që mbeti, në asnjë moment nuk u hament thotë se këtë do ta lo. Po vazhdoj në këtë drejtim, në këtë rrugë që Allahu më ka obliguar mu. Nga pejgamberit që është I shënuar në Kur'an, në dy raste të veçanta me të njëjtën fjalë. Dy raste të veçanta. Hazreti Jusufi alayhi salam ra në burg. Mirë po në burg të burgosirit I than: Inna narake min al muhsinin,
o Jusuf, na të shohim ty, thot, se je njeri bamirës, me zemër të madhe. Gjithë kujt ja dëshiron të mirën dhe çdo kujt i bën mirë. Jusufin e burg këto fjalë ja than. Erdhi një kohë, Jusufi a.s. duel prej burgut. Unë ngrit derisa ishte ministri i ekonomisë. Gjithë pasuria ishte në duart e tij dhe atëherë prap ja than. Kur ai mbrinin në kulm të pozicionit e vet, i than inna naraka min al-muhsinin. Na shohim tha ty, tha se ti je njeri bamirës. Të njëjtat fjalë që ja than kur ishte në vështirësi, kur ishte i mbyllur në burg, të njëjtat fjalë Kurani i shënon se ja than Hazreti Jusufit edhe kur doli prej burgu, edhe kur u ngrit në një pozicion shumë të lartë, edhe kur kishte pasurinë më të madhe në durët e tij, prap i than inna naraka min al-muhsinin. Pra nuk ndryshoi ky as kur ishte në burg, pas kur u ngrit në post. Ishte i njëjti person dhe prandaj xhehet e vlefshme që janë. Nuk i ndryshon asnjë çështje e ndryshimit të stinave. Florini mbetet flori, edhe kur është në baltë, edhe kur është në zjarm. Dhe njerëzit me iman të fortë, ata nuk i ndryshon kur gjë prej imanit të tyre. Edhe kur janë të qëndosh, edhe kur janë të smun, edhe kur kanë, edhe kur s'kan, ata qëndrojnë, qëndresa tyre ala ma tepër forcohet. Dhe ketë vetëm si shembëll t'ju përkujtoj se e di që e dini, e keni rastin e Bilalit. Bilali ishte rob. Mirë po mos i besoj Allahun xhalleshanuhu, e zvaritën në zall dhe torturat më të mëdha ja bon, ai nuk u largue, përkundrazi edhe më tepër ju shtue bindja në Allahun xhalleshanuhu. Dhe prandaj të nderuar, mos t'ju mashtroje kjo dynja në doni moment t'u largoje nga rruga e vërtetë Allahu xhalleshanuhu. Në këtë dynja do përjetojsh edhe gëzime, edhe idhnime. Në këtë dynja do të përjetojsh edhe shëndet, edhe smundje. Në këtë dynja kije jetën dhe para te kije edhe vdekjen. Po, kënaqësia e vërtetë është ata të cilët që nuk ndryshojnë në asnjë moment në besimin e tyre, në ibadetin e tyre, në qëndrueshmërinë në rrugën e Allahut xhalla xhelaluhu. Prandaj Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili që edhe pse mbeti i izulluar, njerëzit gjithë ja kthyen shpinën dhe me vdekjen e shoqës edhe taxhës së tij, miqës së tij, ai pati dëshpërim që derisa në historinë islame ky vit njihet si viti i dëshpërimit, që u zemru shumë tepër Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam. E tani vjen prej anës Allahu xhalleshanuhu për Hazreti Muhamedin alayhi salatu vesselam që të kalon në lartësi, të shef gjëra që si ka pa njeri, depërton ku nuk ka mund që tërkush të depërtoje. Subhanallah. Falëndrimi takon vetëm Allahu xhalleshanuhu. Ja zgjatë dorën Hazreti Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe në një moment e bartën Hazreti Muhamedin prej Qabës deri në Kuds. Mbi 1200 kilometre ka lartësi. Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam me një shpejtësi të çuditshme e bani këtë udhtim. Dhe këtu nuk ka nevojë, elhamdulillah, sot ne shohim shpejtësina të ndryshme, fluturime të ndryshme, po në atë kohë para 1400 vitesh i ndodhi pejgamberit ton Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të bëjë kështu një lloj fluturimi, një lloj udhëtimi, po këtë udhëtim me te e bani me Hazreti Muhamedin sallallahu alaihi wasallam Allahu xhalleshanuhu. Dhe këtu duhet një shembull vetëm sa për të afruar afër logjikës tonë për këtë mrekulli që i ndodhi Hazreti Muhamedit alayhi salatu vesselam. Nëse dikush ty të thotë se një fëmijë i vogël 6 mujor ka shkumun në kodrat e sharrit nalt është ngritur, a beson dikush? Fëmia i vogël 6 mujor nuk hecën, e ka ti shkojë në kodrat e nalta të sharrit.
Dhe askush këtë nuk e beson. Po me të thonë se një i madh e kishte marrë këtë fëmijën dhe e çoi, si cili thot po, e mundshme është. E tani, Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë udhtim që e bani prej Mekës deri në Kuc, Allahu xhaleshanuhu e përmenden në Kur'an që do t'i kthejmë ajetit të parë në surën Al-Isra. E dini gjithë mirë xhamat se disa tema i kemi mbajtur në surën Al-Isra. Tani ajeti I parë numër 1 në surët Al-Isra, Allahu xhaleshanuhu shënon kështu: Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. I pat meta, I plot fuqishëm, është Allahu xhaleshanuhu, I cili thot e barti robin e vet prej Qabës, prej Masjid al-Haramit deri në Masjid al-Aqsa. Dhe këtu vetëm ata të cilët që janë smun në shpirt mund të kenë dilema dhe thonë është e pamundshme. E askush, ai që pak e ka logjikën në trunin e tij, nuk mohon fuqinë e Allahut. Ai që krijoi tokë e qiellna, ai që krijoi gjithësinë, e barti robin e vet, Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po fjala rob që përmendet nuk thotë bajti dashmin e vet, nuk thotë bajti njeriu më të ngritur, por robin e vet. Për shkak se robëria që ja bëjmë Allahut, adhurimin që ja bëjmë Allahut, ibadetin që ja bëjmë Allahut me përkushtim, kjo e ka vlerën. Dhe vlera ishte shumë e madhe që Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu në adhuronte, po ishte gjithmonë I përpikt në adhurim. Ishte personi që nuk kënaqeshte me pak ibadet. Ai gjithmonë I bënte ibadet Allahu xhaleshanu dhe qëndronte gjatë në sejdë, qëndronte gjatë në këmbë, derisa I thanë ja Rasulullah, Allahu t'i ka falë të gjitha, pse kaq tepër ti e lodhën trupin tënd në këtë ibadet? Thoshte, a nuk duhet që unë të jem falëndërues ndaj të mirat që mi ka dhënë Allahu xhaleshanu? Dhe kështu të ndëruar, me këtë bot kuptim neve duhet ta kuptojmë vetveten tonë se ibadetin që ja bëjmë Allahu xhaleshanu është vlera më e madhe prej njeriut që diçka bën për Allah. Dhe prandaj Allahu xhaleshanu thot subhanalladhi, subhane do të thotë tasbih që Allahu xhaleshanu nuk ka të meta. Allahu xhaleshanuhu është I plot fuqishëm. Allahu xhaleshanuhu nuk ka mangësi. Alladhi asra bi abdihi, ky që s'ka mangësi, ky I cili që krijoi gjithësinë, robin e vet e bajti min al masjid al harami ila al masjid al aqsa. Thoni subhanallah. Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen min al masjid al haram. Dhe nuk ka mendje të shëndosh që këtu dyshojë dhe thotë çka ndodhi me këtë. Lejlen, po me një pjesë të natës, jo gjithë natën. Do më thënë ka qenë shumë udhtim I shpejt. E për Allahu xhaleshanu është e shënuar në Kur'an. Vlen rregulli kun feyekun, bahu dhe bahat. Dhe këtu tani largësi për Allahu xhaleshanu nuk ka dhe nuk ndodh. Prandaj të nderuar, Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I cili I ndodhi kjo mrekulli pi anës Allahut që ai të shef këtë kënaqësi. Çka është dallimi në mes mrekullive të pejgamberëve të tjerë dhe të mrekullisë së Hazreti Muhamedit alayhis salatu wassalam? Pejgamberët e tjerë kishin edhe ata mrekulli. Nga mrekullitë e pejgamberëve të tjerë, në prezencën e tjerëve, Allahu xhaleshanuhu Hazreti Musës ja dha shkopin dhe bashkë të gjarpën që ta shohin të tjerit që ta besojnë. Hazreti Isës alayhis salam I dha ashtu aftësi që ai njeriu në verbet me një lutje t'i vinë syt që tjerit ta shohin e t'i besojnë. Ndërsa Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dha një mrekulli që quhet mrekulli e logjikës, mrekulli e mendjes së shëndosh. Ajo është e Kurani Azimushan. Dhe kjo vlen edhe kur nuk është pejgamber alayhis salatu wassalam. Deri në ditën e Kiametit, deri në ditën e gjykimit, domethënë derisa të kalojmë I fundit për kësaj dynjaje, këtë Kur'an e kemi mrekulli. Dhe ato jo mrekulli për një moment, siç I kishin pejgamberët e parë, mrekulli po për kohë të caktuar, në mjedis të caktuar.
Kjo mrekulli e pejgamberit alayhis salatu wassalam, yasluh li kulli zaman wa li kulli makan. Për çdo vend, për çdo mjedis, për çdo kohë është e prezent me ne. Dhe elhamdulillah që kemi këtë Kur'an. Sa më shumë që do të lexonin Kur'an, aq më tepër do të shihni mrekulliat e Allahut xhaleshanuhu që janë prezent në këtë Kur'an. Dhe prandaj të nderuar, Kurani Azimushan për këtë mrekulli të Hazreti Muhamedit që na tregon, këtu tani nuk ishte që njerëzit ta shohin Hazreti Muhamedin se çka ndodhen me këtë dhe ta besojnë, po kjo ishte vetëm një kënaqësi prej anës Allahut për Hazreti Muhamedin alayhis salatu vesselam, që këtë dëshpërim që kije, që këtë zemrim që kije, tani hes të shofish ti gjëra që si ka pa syri njeriu. Dhe tani të nderuar, Allahu xhaleshanu Hazreti Muhamedin alayhis salatu vesselam e barti prej Qabës deri në Jerusalem në Kuds. Dhe pa, çka pa? Linuriyehu min ayatina. Që ai shofe shumë gjëra të bukura, gjëra të mira, argumente, fakte, bereqete, dhunti që i kishte dhënë Allahu xhaleshanuhu. Ja bëm të mundshme që këto ti shofe Hazreti Muhamedi alayhis salatu vesselam. Alladhi barakna hawle. Rreth e qark Mesxhidul Aksas, Allahu xhaleshanu thot kemi dhënë lloj bereqeti. Gjitha këto të mira i pa Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam. Innehu huwa as-sami'ul basir, sa Allahu xhaleshanu është ai që ndëgjon dhe që shef. Dhe prandaj të nderuar, gjithmonë sa herë që ta falni namazin, mos harro se ti shpirtërisht ngritesh, lartësohesh, se namazi në u bo farz ku? Në Miraç, kur ishte pejgamberi alayhis salatu vesselam. Dhe ti me këtë namaz që qëndron lidhshëm me Zotin xhaleshanu dhe lidhshmëria e jote është shumë e fortë me Zotin xhaleshanu, ti gjithmonë shpirtërisht ngritesh dhe vlerësohesh dhe lartësohesh. Allahu prej atyre na boft ya rabbel alamin. Namazin na boje kabull. O Zot, prano namazin ton. Të nderuar, pas kësaj, Hazreti Muhamedi alayhis salatu vesselam prej Kudsit bën udhtimin, po tani në mënyrë vertikale, ngritet në lartësinë më të lartë. E shoqëron Xhebrail Emini. Në këtë udhtim ka shoqërim me Xhebrail Eminin, ai që ja pruni shpalljen, ai që ja pruni Kur'anin, ai që i pruni shpalljen pejgamberëve. E shoqëron Hazreti Muhamedin alayhis salatu vesselam. Dhe ky udhtim u ba me Hazreti Muhamedin, po me trup e me shpirt. Nuk është vetëm ana shpirtërore, ose nuk është ëndër që e pa, po kjo ishte imqumun dhe Allahu xhaleshanu ja mundsoi që ky me trup e me shpirt të lartësohet, të shef mrekullitë e Allahut, dhuntitë e Allahut, krijesat e Allahut që si ka pa sot e kësaj dite njeri, as që mund t'i shkojë ndërmend se çfarë ka pa Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tani atë që e thomi gjithmonë, veç me sytë e zemrës, jo me sytë e ballit. E pa, se nuk shihet me sytë e gjallit. Pra, i djalli mund të shef aq sa mund të shef, po sytë e zemrës, ai që i ka të shëndosh, ai shumë gjona shef. Dhe prandaj të nderuar, Hazreti Muhamedit alayhis salatu vesselam, Allahu ja dha këtë mrekulli vetëm për ta kënaqur atë. Nuk ishte mrekulli që t'i bindje të tjerët. E kundërta, kur Hazreti Muhamedi alayhis salatu vesselam pasi u nda edhe me Xhibril Eminin, ai u ndal tha njerë këtu tha udha ime u bë tamam. Ma të tjetha nuk guxoj unë me shku. Allahu xhaleshanuhu atë rrugtim ja la vetëm Hazreti Muhamedit alayhis salatu vesselam, dëpërton edhe më larg. Shikoni të nderuar. 1400 sa vite kaluar. Njeriu gjithmonë bën përpjekje të dinë gjëra që si ka ditë. Bën përpjekje të ngritet e të lartësohet. Dhe ka qef pilar shumë gjona t'i shef. Allahu xhaleshanuhu këtij ummeti si kur ja bëni me dije, ja pejgamberit që ju i takoni, nga popujt e ndryshme, nga gjuhët e ndryshme që flitni, Allahu e ngriti dhe e lartësoi. E lartësoi që të shef gjëra që si ka pa syri njeriut. Dhe ende s'ka mbrit as që diku e ndërmend t'i shkojë shkruaj diçka për kështu gjona. Hazreti Muhamedi alayhis salatu vesselam u ngrit në këtë lartësi dhe vetëm
kënaqësinë më të madhe e pati prej anës Allahu xhaleshanu, që tani shpirtërisht dhe pati një qetësi shumë të madhe me atë që pa Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam, krijesat e Allahu xhaleshanu dhe madhështinë që ka kriju Allahu xhaleshanu. Kthen Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam, po prej anës Allahu xhaleshanu nuk kthej me duarthat, po ju dha një dhuratë. Dhurata ishte për këtë ummet që t'jenë lidhët gjithmonë me këtë Isra dhe me këtë Miraç, dhe t'jenë me krijuesin e vet, me Allahu xhaleshanu në lidhshmëri, 5 kohë namazi. 5 kohë namazi na u bë farz në lejlet Isra dhe Miraç. Ajo që është shumë më rëndësi të dim të nderuar, se ky namaz që na u bë farz në muajin Rexhep, në 27 në muajin Rexhep, në Isra dhe në Miraç, erdhi dhurata më e madhe për këtë ummet. Dhe tani, sipas haditheve që janë autentike, thuhet se ishte në fillim në këto hadithe 50 kohë. Prej 50 kohë e fundit mbeti 5 kohë namaz, që këtu nuk duhet zgjatem se hadithi është shumë e gjatë, po ajo që duhet me rëndësi të dim se vlera e namazit 5 kohë sa 50 kohë namaz me fal e kjeta Allahu xhaleshanu. Këtu është edhe ajo që një kënaqësi ose një sihariç të veçantë që e kemi, çdo vepër të mirë, çdo ibadet që ti e bën, duhet ta dish se te Allahu xhaleshanu për një 10 të fiton, për një 10 mira fiton. Nëse ti një namaz e falën, Allahu 10 i shënon. Allahu na bëhet prej atyre që namazit gjithmonë ti qëndrojmë besnik, se me këtë qëndrojmë besnik vetvetes. Namazit gjithmonë ti rrim që ta falim me mos na kalojë koha, se me këtë ushqejmë shpirtin ton. Me namazin të nderuar, se vetëm me namazin ishte edhe porosia e Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në fund të jetës së tij dha këtë porosi. 2 gjëra tha po ju porosis. Namazin, kur mos e lini. Po me këtë të nderuar, adhurojmë Allahun, po adhurim me vullnet. Adhurojmë Allahun, kënaqim shpirtin e vet. Adhurojmë Allahun, që jemi në lidhshmëri, që nuk e harrojmë atë që na ka kriju neve, dhe me këtë fitojmë shumë edhe në dynja, edhe në ahiret. Namazi njeriu e ndalon nga punët e këqija, namazi njeriu e udhëzon nga e mira, namazi e para që do të pyetmi në ditën në mahsher do të jetë namazi. Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Gjëja e parë që do të pyetmi në ditën e Kiametit do të jetë namazi. Fa in saluhat, nëse namazin e kien mirë, shpreso dhe tjerë do të shkojnë mirë. Nëse namazin nuk e kje si duhet, atëherë vlla, bjeri vetës për fargu sa jenë këtë dynja. Fale namazin, fale për Allah. Fale namazin duke e ditë se zbaton urdhën e Allahut, po kënaqen shpirtin tënd, ushqen shpirtin tënd dhe kje një lidhshmëri shumë të fortë me Zotin xhaleshanu. Dhe prandaj prej këtu del ajo që pejgamberi alayhi salatu vesselam këtë dhuratë që e pruni namazin në fund të jetës së tij, para se del prej kësaj dynjaje, porositi për namazin dhe tha: namazin kur mos e lini, robët, shërbetorët, krahun e punës që e keni në punët e juja, që e shfrytëzoni, asnjëherë hakun mos ja hani. Mos i shkilni në përkamb. Mos thuaj se kjo është krah punë dhe ta losh edhe pa bukë. E aq ma tepër, nëse diçka neve mund të kuptojmë nga këto porosi, janë shumë madhore të nderuar. Nëse punëtorit ja e hakun që i takon, asnjëherë grindje nuk ka, po dhe ti atë pasurin tënde halal e bën. A nëse pasurin tënde ti halal e ke, po aty e ki përzjet edhe me hak punëtori pak, aty du të di se ajo pasuri nuk të ngren, ajo pasuri nuk të ndihmon, ajo pasuri gjatë nuk jeton. Si një shtëpi nëse e ndreqen mbi temelet e kalta. Sa do rije? Sa do që të rije një dita jo do bjere? Temeli i fort është pasuria halal. Temeli i fort është atë që kien krah pune, që ka ardhur punojet e ti, ebja hakun ati, mos ja ha hakun ati. Kjo është parasi e Hazreti Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Prandaj të nderuar, Hazreti Muhammedi alayhi salatu vesselam gjatë udhëtimit
për në Miraj, dhe pas kthimit është e shenu me kjo ngjarje edhe të suret An-Najm. Po të suret An-Najm ajetet aludojnë se Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam është ngritur, është lartësuar në qiellna, dhe këto ajete signalizojnë shumë fort se Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam e ka pa Xhibrail Aminin në formën e vet. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Atje e ka pa Hazreti Muhamedin alayhi salatu vesselam në lartësinë më të madhe në Sidratul Muntaha. Ma zagal basar. Asesi nuk mashtroi syni i tij atje pa. Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Zemra ti nuk ndreqi do një ren, do një çpikje që tote këte e kam pa mos e pa. Përkundrazi, ato që i pa, dhe nesrit ai erdh dhe ju tregoi dhe ju tha se çfarë kishte pa. Të nderuar, thamë se Israja dhe Miraxhi si mrekulli e pejgamberit alayhi salatu vesselam nuk ishte mrekulli për t'i bindur të tjerit, po ishte mrekulli për Hazreti Muhammedin personalisht, që Allahu xhaleshanuhu ta gëzon, që tregon një mrekulli që se shef do të kur më njeri, ishte vetëm për Hazreti Muhammedin alayhi salatu vesselam. Kjo ishte vetëm për kënaqësinë e Hazreti Muhammedit alayhi salatu vesselam. Ajo që ndodhi pasi kthej Hazreti Muhammedi alayhi salatu vesselam, se shkojmë shumë me pika të shkurtra për shkak të kohës, vetëm sa për t'u njoftuar me këtë ngjarje, kur kthej Hazreti Muhammedi alayhi salatu vesselam dhe dha lajmin se ku ka qenur brenda një kohë të shkurtër të natës, që ka qenur në Kuc, prej aty ka shkumur në qiellna, prej aty ka kthyer prapë te vendi ku ka qenur, dhe ata të smurët në shpirt dhe në zemër me njëherë filluan të thonë, këte pritshim, ja dhe kjo ndodhi, një mashtrim, një gënjeshtër, tani shumë vetë nuk do t'i besojnë dhe shumë vetë ndeshta do largohen prej këtij besimi. Dikush prej atyre që dinte se njeriu që ishte shumë besnik dhe i pari që e besoi kush ishte? Ebu Bekrin i Sidiku. Dhe me njëherë i shkuan Ebu Bekrin i Sidikut dhe i thanë, o Ebu Bekr, a kënë dëgju, tha, se qëfar thot Muhamedi? Tha, qëfar thot Muhamedi? Qëllimi këtyne ishte që ta largojnë Ebu Bekrin për besimit. Tha, thot se mbrenda një natë të shkurt ka shkumur prej Qabës deri në Jerusalem në Kuc, prej atyt në qiellna dhe ka kthy prap. Mirë po të nderuar vëllezër, ai që beson dhe imani ka zon vend në zemrën e tij, ai namazin nuk e lën, po nuk ka gjë prej rrugës Allahut që mund ta largon. Ebu Bekrin i Sidik me këto fjalë u drejtohet atyne. A kështu thot ju tha, thot juve Muhamedi? Po, thot, ai kështu na tha. Ebu Bekri me një fjalë i priti ata dhe u tha, nëse ai ka thonë, unë asaj i besoj edhe ma larg se kaq. Nëse Ebu Bekri, kur i vjen lajmi me këto fjalë priti, të nderuar çdo një musliman, çdo një ehli iman, çdo një njeri që merr abdes, çdo një njeri që përgatiten vetveten e vet për në ahiret, ai beson asaj që në Kur'an shënohet. Ai beson atë që Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam na ka prun këtë dynja. Ai beson se kjo ndodhi, i ndodhi Hazreti Muhamedit alayhi salatu vesselam, që ai se kërkoi kështu. Nga pejgamberët e Allahut janë të shënuar në Kur'an, dikush kërkoi prej pejgamberëve të Allahut, prej Allahu xhaleshanuhu, njani tha, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Hazreti Ibrahimi alayhis salam tha, ja Rabbi, ma bën të mundshëm të shoh, tha, se si i ringjallën të vdekurit. Allahu xhaleshani tha, e velem tu'min, a nuk beson? Tha, besoj, ja Rabbi besoj, walakin li yatma'in në kalbi, për të mu qetësu shpirti jem, se unë besoj se si do të ketë ringjallje. Dhe kjo ngjarje është e shënuar në Kur'an, dhe çka ndodhen me Ibrahimin alayhis salam. Tjetra është e Hazreti Musa alayhis salam, Rabbi arini anzur ilejk, o Zot, më mundso që unë të shoh ty. Allahu xhaleshanu ja bëni me dije se me këto sy ti si krijes kaq me këtë mundësi që ke, nuk është e mundshme ta shofish krijuesin e gjithësisë.
Allahun xheleshanu, walakin indhur ila al-jabal, po shikoj kodrën, nëse ajo qëndron vendin e vet, tani mund të më shofësh edhe mua. Mirë po, këto janë të pamundshme që mund t'i shef dikush, po këto pejgamber kërkuan kështu pe Allahu xheleshanu. Ndërsa Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam, jo që kështu s'kërkoj, pa ajo që i ndodhi në Taif kur shkoi, që u larguan nga Meqasi, shkoi në Taif, që djeja që njerëz që ta pranojnë dhe ky Kur'anin aty në t'ju tregon dhe ata musliman të bëhen fen islame ta pranojnë. Ndodhe kundërta, e gjuajtën me gur, e sulmuan, e larguan. Hazreti Muhamedi alayhi salatu vesselam bani një lutje, po kjo lutje nëse do të mundohem me pak fjalë, ju drejtua Allahut, ja Rabbi, ila men tekiluni, ndorë të kujt me len mu o Zot. Ato të mita që me larguan, me bojkotuan, nuk mu bashkangjitën, këto të hujt për mu nuk duen as pak të ndijen. Po ma në fund, thot Hazreti Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, in lem jekun bike aleje gadabun fela ubali. Ja Rabbi, nëse ti nuk hidhrohesh me mu, unë kreta këto kur gjoj i quaj, te të kalush me janë, kretë që të të kaloje, vetëm ti ja Rabbi më hidhrohesh mu. Allahu ja Rabbi më që inshallah tjetë i knaqet me ne, me ibadetin ton. Ja Rabbel Alemin, mos në bënë prej atyre që janë dalin. Ja Rabbel Alemin, mos në bënë prej atyre që ti je hidhrumun mbi ta. Prandaj të ndëruar, sa herë që e lexojmë surën El Fatiha në çdo rekat në namaz, dhe thomi ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alehim, gairil maghdubi, mos në bënë prej atyre që ti je hidhrumun me ta. Velat dalin dhe ata që kanë humbur drejtimin. Allahu ja Rabbel Alamin na udhëzoft në rrugë të drejtë. Zoti na bëhet prej atyre që ta duam Hazreti Muhammedin alayhi salatu vesselam dhe ti përkujtojmë krejta këto ngjarje për të marrë mësime edhe nga këto mrekulli të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Ummeti Muhammed e kanë mrekullin për gjithmonë me vete. Mrekullia që dallon nga tjerët pejgamber, ato kishin ashtu siç i përmenda në fillim, ndërsa mrekullia e këtij ummeti është Kur'ani Azimushan. Është Kur'ani Azimushan për ato të parit atëherë që e lexojshin dhe me atë shikimin e tyre shumë bukur e kuptuan Kur'anin Azimushan. Për të mbramit sot që e lexojnë Kur'anin, jo vetëm që e kuptojnë, jo vetëm që janë thellu, pa aq më tepër e vërtetojnë atë që dikush mundohet me shkencë ta gjeje në Kur'an para asaj e gjen. Dhe thot elhamdulillah, ja ky është Kur'ani Azimushan. Ky fluturim që u përmend dhe shumë ngjarje të tjera tregojnë fuqinë e Allahut xheleshanu që ja dha njeriu të mundsinë. Allamel insane ma lam ya'lam. E mësoi njeriu shumë gjëra që si ka ditë. Sa jeton, aq mëson. Po jo vetëm kaq, çdo gjenerat një hap përpara shkon. Gjithmonë diçka të re e shpikin. Për këtë Kur'ani Azimushan na nxitën që të mësojmë dhe për kohën të përgatitemi në të cilën jetojmë. Dhe duhet gjithmonë të jemi prej atyre që gjeneratët t'i përgatisin për kohën që do të vjenë. Kështu dietarët e parë, kështu edhe tani ato që janë original dietar në këtë drejtim dhe kështu kontribut japin. Allahu prej atyre na boft. Prandaj të nderuar, të mundomi për të nesërmen, po asnjëherë mos të harrojmë vetveten. Të mundomi që gjithmonë dritën e Allahut, Kur'anin Azimushan, që Allahu me Kur'an e ka quajtur shpirt. Ve kedhalike auhajna ileke ruhan min amrina. Ky Kur'an quhet shpirt, me emrin shpirt. Allahu xhelleshanu i thot pejgamberit alayhis salatu wasalam, kështu thot unë ty ta kam dërguar shpirtin, Kur'anin. Pse? Ka gjallëri, ka jetë, ka mësime, ka dituri, ka shkencë, ka gjithçka që dëshiron këtu i gjen. Se si duhet të veprosh e kje në Kur'an, si duhet të jetosh e kje në Kur'an, po edhe si duhet të kalosh prej kësaj dynjaje e kje në Kur'an. Dhe kjo është mrekullia e Hazreti Muhammedit alayhis salatu vesselam. Ndërsa mrekullitë e pejgamberëve tjera ishin të përkohshme, ishin për një moment, ishin për një rreth, për një mjedis. Ndërsa mrekullia e Hazreti Muhammedit alayhis salatu vesselam është kjo që përmendim. Mrekullinë që e përmendëm sot
me tekste veçantë që është Israja dhe Miraxhi, ajo mrekulli ndodhi vetëm për një qetësim, për një kënaqësi të shpirtit të Hazreti Muhammedit alayhis salatu vesselam, kur gjithë ja kthyen në shpinën dhe e lanë në vetmi, dhe i ndodhi edhe vdekja e më të shtrenjtës që kishte gjithmonë në përkraje shoqen e vet Hadixhen, dhe Hazreti Muhammedi alayhis salatu vesselam pati dëshpërim. Allahu xheleshanu e thirri në Isra dhe në Mirax që të qetësohet, të rahatohet se rruga jote edhe më të tjetër do të vazhdon. Se tani do ta losh Mekën, do të vish në Medinë, do të fillosh jetë të re, do të presin njerëz të tjerë, do të kesh ti prap do t'i kthesh vendit tënd që e don shumë Mekës. Këto ishin parimet e nderuar. E la Mekën për t'ju kthyer Mekës. E la Mekën për t'ju kthyer Mekës. Erdhi në Medinë, formoi shoqëri të re, po shoqëri islame, shoqëri me Kur'an, shoqëri me Sunet, shoqëri unike, shoqëri të dashur njëri për tjetrin, shoqëri që gjithmonë ishin të gatshëm gjithçka të japin për Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe për atë që quhet në emër të Allahut, dhe prandaj të nderuar, namazin falni për Allah, zakatin jepni për Allah, jetën që jetoni për Allah. Nëse kështu do të jetoni, vallahi me kënaqësinë më të madhe, lumturinë këtë dynja do të përjetoni, kënaqësinë në ahiret do ta gjeni. Allahu na kënaq dynja dhe në ahiret, dhe Zoti na takoft me Hazreti Muhammedin ya Rabbel Alamin në xhennet. Velhamdulillahi Rabbil Alamin.